vet, a kupton? Gjithë kongat i nxjerri vet edhe e nxjerra vet. Edhe nuk dul bashkëpunim. A kupton? Ka pas me Po tani është dukaj tani më dha, s'ka pas koncert as si gjoas. Dhe As muzike. Kesh studion shtëpi e mos nxjerrës muzikë është. Po me këtë albon, a njifesh? Albo? Kë albo? Ja. Mendova se po të vëllë Albos. Ta shajt ai ke Albo, po s'ja fajti karet atë hiç. S'diem falër. Po... Qini ti the, kush është një këngëtar tjetër në Kosovë? Me qini ke punët mirë nga këta të estradës që janë në Kosovë, që janë pak, si me thënë, potencial. Me qini ke punët mirë? Si për shembull, si thu punët mirë. Jo, ke për shembull kontakt që kanë respekt, flasin, bëjnë. Po për shembull, me yt në Instagram, për shembull, me këto që kam follow, i kam gjithë punët mirë. Për shembull, Gjikon, për shembull, Kreshën, Lirikalin, Ledrin, Dytonin e kam respekt kështu. Kam bë plot kam që kam respekt. A kupton? Majkin, plot ka. Po Don Gjoni? Edhe ma ato s'kom gjë. Kush është tjetër në Kosovë? MC Kresha, Geto Arin? E Getin s'kam fol. Me Bardhin, e tha që e kam shok. Kam shok. Plot me Butër, me Kreshën, me plot. Ka. Okej. Me Feron do nxjerrni më një këngë tjetër? Po ja tash edhe me Feron. Kur erdh Feron këtu, erdh në Zvicër Feron. Nëse kishim plan me bo, jo se kishim plan me bo muzikë. Tham hajde do punojmë diçka, nuk patëm asgjë, domethënë të kompletuar. Erdh këtu, na doli gjë i bukur spontan, hajde e bëjmë edhe një, e bënëm edhe një, do i nxjerrim, i nxjerrëm. Spontanisht ndodhen punë, a kupton? Nuk ishte që damëshë kemi bë plan të bëjmë muzikë, hajde ikim të bëjmë. Erdh Fero këtu kanë 2 ditë në Zvicër, kemi ikë të cash janë ca spa, është i spa shumë i bukur kënej Zvicër, kemi shëtit, a kupton, kemi nejt. A kupton, nuk ka kur gjë edhe ti, për shembull dvish edhe ti Kozar, dvish trim për shembull 2-3 ditë këtu, na ndodhen bëjmë muzikë e bëjmë. S'dodhen me bë muzikë nuk e bëjmë. A kupton, nuk ka idhnime këtu, valla, nuk shkoj unë të bëj muzikë me njerëzit, hajde se do bëjmë muzikë, a kupton. Këtu është do vim këtu, na pëlqen diçka e bukur e bëjmë e bëjmë. Po me Mato Lale, na ke pas ndonjëherë kështu kontakte? Po pas kur ka qenë në Tiara, në atë kohë, a kupton. Kemi fol kështu se kemi nejt bashkë, kemi pi kafe bashkë me Zinin, me këto. Po kështu s'kam pas kontakt. Po me këtë Zunën në Gjermani? Po, Zunën e kom taku, Zunën, Miami Asinin, Nazetin, gjithë këto i kom pas taku. Edhe Zunën e ke taku, a? Po, la Zuna ka një që zute ne 4-5 kongë. Zunën në Nazetin në Covid, se ky dostim që ka Gima këtu studion e ka edhe në Maqedoni. Në Covid, do me thonë, kur kanë qenë kufinët myll, i kemi nxjerrë ne për ilegalisht, i kemi nxjerrë, kanë ardhur Maqedoni, kanë incizu Kongo, valla. Po nga këta të hujt, kush qenë ke pas një raper që ke kontakti qona? Të hujt. Kam pas kontakte me Biongun. Kush është Biong? Është Biong është një ka shumë. Kam pas po me atë Kiden, a ke kontakt? Po, jo, s'kam kontakt, po kam pas. A i quni, jo e goca? Po. O Kozak? Ja baj. Me cilën femën kishe pas qef me boj kongë? Për këngëtareve.
Ha? Me lindën. Përveç me lindës, Allah, se morën vesh që i ke qëtë në lindë. Dafina. Zeqiri? Po atë Encën, a e ke njofësën? Po, ma une nuk e kom mëri Encën, do më thonë kur jam njëftu me Nuezin ato vesh se janë kon t'i dhënum, ma kupton. Do më thonë nuk e kom mëri kohën kur kanë nejtë bashkë, ma kupton. Pse ti, qa ke be Encën? Jo, ma si gjosko. Që me pasun. Thjesht pytar. O, ure njofë, marë që e njofë, Allah, ka bo hite ajo, po, ka kupton. Kështu personalisht se njofë. E kozakin e Belasbe. Me diseni, kua. Ata marim live. Dire me diseni të ka. Po me ti seni, për t'ja shojmë live, po këtu është me një adres falso t'u parë. Dire të ka, dire. Këtu marrë është me një adres falso t'u parë. Sikur të vita njërë, me këtë originale në gjasme, nuk ishte këtu. O Milano, erdi Milano, o Milano, lidhja i është gjivën o Milano, se s'kam lyp fare sotër. Duhet me hy në atresh, jam në atresh. Gjuni në i gjohë që unë aty më në njishë. Qabe, vlok, qabe kjo, zhiva, okej. Duhet me hy në njishë, gjuni njoni në i gjohë që unë, se s'kam lyp fare sotër. E kozakin e Belasbe. Imagjinohet të kisha në Iluan dhe ishte në i gjohë e bugur. Iluan për gjithë këtë emision e meritoja Iluana për ta gjute në njonit, është nalla, se na knaqe. Po, që do thosha unë, me kë këngëtar nuk do bashkëpunoj kur. E kanë s'na lidhin kongat, për shumë unë s'knoj konga patriotësh. A kupto? Si konga. Si, për shumë unë me kënu kongë për patriot. Me qenë, zdi si të them. Ma ato që bëjnë. Një pyetje kam, a do t'i bëhe në herë këngë në muzikë dis vetës? Ja. Pse mi bo dis? Kur, Ja, më shpjeve, pse mi bo? Për qa mi bo? I kom bo unë, o vla. Nashta do kom Riberi, për bëj pare si kur Messi. Nashta do kom Riberi. Kom bo, Se kus ka thënë Riberi? Se kus ka thënë Riberi? Pas disa, ku e di çfarë disa, do disa. O, o kujtova Riberi, po. Po dukem si Riberi, po bëj pare si kur Messi, mirë ke lidhë. Unë disa vetës, plak. Moti kom bo disa vetës. Po ky Baby Gang, si duket si këngëtar? Shumë i fort, po vetë pse se marrë vesh gjuhën, për shembull unë italishte nuk e di hiç, a kupton, se kuptoj hiç, kam shumë shok Baby Gang unë vlla, shumë këngëtar i fortë. Po shumë. Po unë veç tash, unë veç ajo, për shembull, kur se kuptoj ç'a thot, domethënë më vjen shumë se di, s'di. Për shembull ta ngjosh i muzikë dhe mos e kuptosh ç'a të thon. Po të meritoni, pse s'ke shku në herë vllai? Kom shku më shpejt, po se kanë nxjerr. Po nuk e di pse s'ma kanë nxjerr. E ka po shakarë? Po pa shaka e kom edhe unë, o vlla. Po qa ke bëte? Ke bët dis? Jo, o vlla, qa disi. Po qa? Po dis s'kam bo veç unë, edhe nëse kom bo dis unë, aty të meritoni krejt e strada kam bo. Po qa nuk e kanë nxjerr pra? Po se di, o vlla, nuk kom arsye, nuk e di. Ka shkove knove dhe atje? Po më vlla edhe interviste edhe knova. Po nuk e pyte ti pse nuk doli? Se kam pyt më vlla. Jo, s'te pyt ashpi. Po si mos me pyt më vaj? Si shkove atje ti? Ashtë i më thanë mikrofoni nuk ka bo aprish me i ven, ku e di qa, do kabla nuk bëjnë, a kupto?
Do me thonë pi 5 milion intervistës time janë prish kablat. Ki ja ropt. A kupto? Edhe aty e kom lanë. Po mi më i thosh ti do vi prap. Ha? E o qi botër të pishishe. Po i kom thonë bë vlla, thash po dhe bëj prap, po ku e di, se maj mend me muhabet, qështu ka qeni muhabet, a kupto? Po nuk mund të javën tjeta, se di që kështu diçka, dhe i kom lanë. Ta viti ke qenë atje ti? Atëherë kur ishin gjithë. Aha. Kur ka qenë ma hot. Kam bo gjithë që atë kohë, stresi, plot kishin bo atë kohë. Do kesh bë disni e bur. O dy kam bo gjithë më vlla. Po ku t'ja bën e ti? Po s'ja kam bo kërkujt. Valla, aty ka lujt politik tjetër, a kupton? Pastaj mas sa kohë me diseni më ka thonë, hajde të shkojmë folke me meritonin, theke hajde prap. Më falë që më telefon. O Sem, qa do thoshte vlla jot, po kështu freestyle-a. I bët forta, pse s'ka bën një freestyle? Me nxjerr në kanal. Po i boj, po jo, tash i vesh muzika të nxjerrësh. Pse këto freestyle-at nuk pëlqejnë? Jo, bëm pëlqejnë, po pse me nxjerr në kanali freestyle të konë unë ta bëj komplet muzikën, a kupton? Po me këtë Ardanin, ke pas një kështu kontakte? Po, Këngëtari mirë ka qenë ai, po ai nuk ka kënu më. Janë zhduk ka këngëtarë ose që kanë qenë dikur, janë zhduk shumë. janë zhduk gjithë më vlla. Po si ka mundësi? Ku e di më shpirt, bo ma zort, bo ma shtrejt, janë bo gjonat shumë ma shtrejt, janë bo studiot shumë ma profesionale, ma shumë lek, a kupton, ma shumë janë thonë gjithë gjonat, da kupton, do me thonë te e përmendish i gjonë muzik, edhe 10 repera tjere kam përmend para teje, a kupton, së është zort më të bosh gjesh, a kupton, gjesh senet reja. Po me këtë Adrian Bujupin. S'ko mua vet. Se njoh. Mendoj se njoh kështu personalisht. Po kjo Rina, kjo këngëtare. Rina, këngëtare mirë është be, super. Parë zotin a thuna e ke ngju në herë këtë kemi një këtu që rrin TikTok, një Kleviz Shela. E ke ngju në herë? Hajde ta. E ka pa shaka. Shkruaj Kleviz Shela, Mondi dhe Monda. Jo, pritë, si e ka ajo tjetra? Pritë jo se ka një tjetër më të bukur. Një minutë. Si e ka ajo tjetra o çuna? E Kleviz. Ha be. Gjithë Gjatja.